E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë në një formë pak më të bukur, pak më të veçantë për të komentuar atë më të dashurin tuaj, më të preferuarin tuaj dhe personazhin më simpatik për ju. Do të ndaloj tek Banori i cili vitin e kaluar dhe sot një personazh tepër i dashur për të gjithë ne, na mori zemrën, na mori mendjen me dashurinë e tij, me pozitivitetin e tij dhe me adrenalinën që në fakt ai dha brenda shtëpisë së Big Brotherit. 316 Music është kompania e cila e menaxhon atë, do të flas pikërisht për Gjestin. Gjesti është një mungesë e madhe në zemrën e të gjithë shqiptarëve, pas rastit të pamenduar, të paimagjinuar, por është Zoti ai i cili vendos gjërat se si duhet të rrjedhin që ndodhin në jetën e tij. Humbja e Eldionit me patjetër që ndikoi rënd në shpirtin e Gjestit, ndikoi thellë në zemrën e Gjestit, por ndikoi në zemër të gjithë shqiptarëve që të gjithë u demoralizuam dhe të gjithë po e përjetojmë keq dhe nuk lëm ditë, nuk lëm muaj, nuk lëm datë pa e kujtuar Eldionin. Dhe pikërisht në ditën e 28 nëntorit, kompania 316 Music, që është menaxher zyrtar i Gjestit, ka kujtuar Gjestin me një fotografi i veshur me veshjen kombëtare shqiptare, duke uruar festën e 28 nëntorit. Do me thënë, nuk është vetëm Gjesti, është një blok i të gjithë këngëtarëve që menaxhon kjo kompani, por në fakt pas këtij urimit vjen edhe një mesazh i bukur për të gjithë publikun shqiptar që Gjesti do të rikthehet shumë shpejt. Gjesti do të jetë pranë nesh shumë shpejt dhe ne do të kemi fatin që të argëtohemi përsëri me Gjestin, përsëri me artin e bukur, përsëri me muzikën e bukur që Gjesti do të na sjell. Nga informacione që kam unë, do me thënë që kam arritur në fakt të kuptoj nga miqtë të Gjestit, familja Kelmendi avash po merr veten, Gjesti avash po merr veten dhe shumë shpejt me zemër në dorë, në fakt e presim që ai të rikthehet, të na sjellë këngë të bukura dhe të kujton vëllaun e tij, të kujton Eldionin me zemër të pastër, me shpirt të bardhë, duke kujtuar çdo ditë të bukur që ka kaluar me Eldionin dhe muzikën t'ia kushton atij. Artisti ka një mundësi më të madhe se sa njerëzit e rëndomt për të liruar veten. Dhe për të liruar veten, një artist mundet që të krijoj artin, të këndoj këngët e bukura vetëm e vetëm për të çuar një mesazh tek njerëzit që ne i kemi në qiell. Dhe mendoj që Gjesti tashmë ka marrë forcën edhe do të rikthehet fuqishëm, por dua të përgëzoj dhe bonartin të cilët nuk e harrojnë, të cilët nuk e heqin nga mesi i tyre, por e mbajnë gjithmonë pranë vetes në të gjitha format e mundshme. Ky ishte urimi i Gjestit në këtë fest, me këtë veshje të bukur dhe me këtë stil interesant. Unë uroj që Gjesti të jetë sa më shpejt pranë nesh dhe ju fansa mos hiqni dorë nga ai, sepse ju jeni ato të cilët e keni mbajtur fuqishëm në skenë dhe vazhdoni ta mbani.